hantavirusi, po do të merrem më shumë me ebolin në Afrikë. U dështoi hantavirusi, doli blof. U diskreditua në gjitha nivelet. Hantavirusi tyre. Edhe shpikët e bolën. Edhe thënë, jo, ne jemi në hallë jemi, shumë i madh është hantavirusi. Po kemi edhe akoma më të madh. Si që largoheshin nga hantavirusi që ju plasin dorë, që ishte një mashtrim i madh. Gjetën këtë ebolën që Po ebola aty ka qenë gjithmonë. që ka qikë sesh edhe zhurmë. Më gjej 6 muaj, më gjej që nuk është çdo 6 muaj një shpërthim i ebolës aty ku është. Ai është vend me ebolë. Kështu ka qenë, kështu do jetë. Ai është një sëmundje zonale. Atë punë ka. Se bep tjetër me po zhurmë. Ua, mush me lajmë. Jam bo ruptin këto punë të virusave, pajtë. Po të ketë një gjo problematike, duja themi na. Nuk u gjithë më të puna virusit, më beson, nuk u gjithë. Ujku, s'beson më njeri. Qa ujku se me gjithë menë? Shikosh, edhe ajo fjalla ujku, po i moment saktum, vje ujku e bari unë. Nuk e beson më njeri. Po nuk e beson më njeri. unë se... Ditën që njerëzit do besojnë që ka plasi virus, do kërkojnë kush e hodhi. Pra, koncepti është, kollaj me nxirr viruse. Problemi që janë diskredituar që i bëjnë artificialisht. Pra, janë përballë pyetjes, cili nga laboratorët e kanë nxjerr kinez, amerikan, evropian, kush laboratori e kanë nxjerr? Të bëj një pyetje. Pyetja është, pse gjithmonë ka të shumë mrapa? Bëj një pyetje unë. Mund tjetë, supozojmë që kjo mund tjetë strategji. Terrori, tensioni, çoroditja. Por çoroditja 2, ti mësu njerëzit për t'ia bërë rutinë. Por Që në një moment caktuar mos besojnë më, thotë, futi tralala, se muhabet virusesh ka. Dhe pika fundit fare ai rast me vërtet virus që çorop xhipëlesh. po Dhe njerëzit